Cili është djalli që po tenton të hyrë në mes nesh? Cili është djalli që po provon që t'ju lërë fëmijëve tanë në kurris diçka nga e cila ne duhet i mbrojmë? Cili është djalli që po shfrytëzon një investim për një zhvillim turistik, për të shpërndar një djallëzi të madhe? Sa e gënjeshtërt, aq edhe çuditërisht e fitur nga ata që duan të gjejnë rrugë për urrëtitjen. Ç'lidhje ka Izraeli me investimin atje në Zvërnec? Ç'lidhje ka marrëdhënia me shtetin e Izraelit në një investim ku dy investitorët kryesor janë dy musliman, dy vëllezër bashkëpronar të njërës prej kompanive më të mëdha të lindjes mesme? Nga Katari, që nuk ka asnjë marrëdhënie me Izraelin. Apo se dhëndri i presidentit të Shtetet Bashkuara është hebre. Po pastaj, kaq budallëj mund të bëhemi ne sa, më falni, po të hedhim përpjet ato që zgjidhet dhe t'i bëjmë kashillëk dynjas